محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. O ju besimtar, kujdesuni për vetët e juaja, nga se nuk mund të ju dëmtoj juve ai i cili është i devijuar për veten e tij, nëse ju jeni të udhëzuar. Ilallahi marji'ukum, dhe dini se te Allahu subhanahu wa taala keni mu kthy. Këtë ajet Allahu subhanahu wa taala fillon me thirrje: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët jeni besimtar, dhe kemi përmend në ligjëratat e kaluara se sa herë që thret Allahu subhanahu wa taala u drejtohet ose kërkon diçka prej besimtarve. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar. Atëherë gjithë secili prej besimtarve duhet me ndëgjue mirë se mas kësaj thirrje Allahu subhanahu wa taala do të thotë diçka që është më rëndësi për ta në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Aleikum anfusakum, o besimtar, ruajeni veten e juve. Aleikum anfusakum, kujdesuni për vetët e juaja. Në njes, gjithë secili për veten e vet. Nga se në shariatin e Allahu subhanahu wa taala përgjegjësia gjithmonë është personale, individuale, edhe llogaria para Allahut subhanahu wa taala ka me qenë personale për gjithë secili njeri veç e veç. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i gjykon njerëzit në grupe, por i gjykon njerëzit një nga një gjithë secilin. Në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hadithin e transmeton Imam Buhariu sahih: Ma minkum min ahad, nuk ka kërkush prej juve illa vetëse ka me i fol Allahu subhanahu wa taala ditën e kiametit me një lejse bejnehu e bejnehu tërgjuman, dhe nuk ka me pas përkthys mes Allahu dhe ati të cilit i fletë Allahu subhanahu wa taala. Aleikum anfusakum, atëherë kujdesuni për vetët e juaja personal. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Nuk ka me ju dëmtua juve ai që është i devijuar nëse ju jeni të udhëzuar.
ose nuk kanë më dëmtuar juve të devijuarit, nëse ju jeni të udhëzuar. Ilallahi marji'ukum, dhe dini se keni më kthy te Allahu subhanahu wa taala. Ajeti tjetër, fenebjukum bima kuntum ta'malun, dhe Allahu subhanahu wa taala ka më njoftu dhe ka më marrë në pyetje e në llogari për gjithë atë që e keni vepruar. Në hadithin e sakt, duke tregu për ngjarjet në ditën e Kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dita e Kiametit është ditë e vështirë, dhe në atë ditë njerëzit kanë me pas dëshirë në xhehenem me shkue veç prej Kiametit, prej ditës ringjalljes me u largu. Në përshkrimet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ditës së Kiametit, thotë ajo ditë zgjat 50.000 vite dhe dielli është mbi kokat e njerëzve. Toka është e rrafsht, nuk ka në të hije, nuk ka të drejtë kërkush me u ul, as nuk ka të drejtë kërkush në ushqim as në pije. Hufaten, uraten, ghurala, të ringjallur ashtu sikur që kemi lind të zhveshur dhe të zbathur, 50.000 vite njerëzit ma janë të pajtimit në xhehenem me shku veç me u largu prej atyhit. Por se xhehenemi është edhe më i vështirë se sa qëndrimin ditën e Kiametit. Por ata nuk e din, ose njerëzit kur të kenë vështirësi pajtohen me ndru situata në qoftë edhe me një vështirësi tjetër që është më e madhe se sa kjo. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit të bëhen me bën një zgjidhje dhe shkojnë ose pajtohen me shku te Ademi alayhi salatu wassalam, që Ademi me lutë Allahun me fillue gjykimi. I thonë Ademi, ti je njeriu i para që e ka kriju Allah me dorën e tij dhe të tjera, por Ademi alayhi salam përgjigjen e tij thot nefsi, unë veç për veten teme jam në zor, nuk guzoj me lëviz asnjë gjë. Dhe kështu vazhdohet me të gjithë pejgamberët. Ajo që dëshojmë nxjerr nga ky hadith tash është se të gjithë pejgamberët në ditën e Kiametit kanë më konë në zonën vetëm me vetet e tyre, më kërkon tjetër, as me fëmijët e tyre, as me prindët e tyre, as me pasuninë që kanë pas, as me kur gjë hiç. Nefsi, veç a kam mundësi me shpëtua une. Një prej thonjeve të dietarëve të hershëm, nëse e gjithë bota hin xhennet e ti hin xhehenem personalisht, ti ke humb. Nëse ti hin xhennet e gjithë bota shkon në xhehenem, ti ke fituar. Çështja përsëri kthehet te personi, te gjithë secili individ për veten e vet. Aleikum anfusakum. Atëherë thot Allah, kujdesuni për vetet e juve. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Nuk ju humbin juve ata të cilët janë të devijuar, nëse ju i përmbaheni udhëzimit. Qysh është e mundur më na humb neve ata të cilët janë të devijuar, kurse ne jemi të udhëzuar? Ka disa mundësi. Një prej mundësive, kushdo që i përmbahet fjalës së Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas kuptimit të sahabëve, pa marrë parasysh se çka bojnë bota, ky është i shpëtuar në dynjë dhe në ahiret. Një prej shpjegimeve, kushdo që i përmbahet fjalës së Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas kuptimit të sahabëve, dhe vdes në këtë gjendje, krejt bota mu ka ndryshe, ky ka fitue. Shpjegimi i dytë, ajo të cilës dëshirojmë me i kushtuar rëndësi sot, është mos me humb veten për shkak të devijuarve. Aleikum anfusakum, rune veten e juve. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Mos e humbni veten për ata të cilët janë të devijuar. Mos e çoni veten zjarr duke dashur me apo qefin dikujt që është i devijuar. Dhe çështja e parë është çështja e namazit. E shihni se shpesh besimtarëve u ndodh me vonuar namazin për shkak se është net me dikon që është i devijuar. Për shkak se është të punuar me dikon që lidhje s'ka me librin e Allahut, as sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hajtë edhe pak duke u munu me i bon ner atina, e humb veten e vetë që në xhehenem. A di për kënë e ke vënu namazin? A di për hatër të kunat ka ik namazi krejt nëse ka ik? A di për e kujt ka ardhë keq më që më falë? Sukon e nevojshme as e drejt me humb veten e vetë për një i cili është i devijum. Kjo sa i përket çështjes namazit, sa i përket çështjes pasurisë.
Kanë përmend disa prej dietarëve se mund ndodh ditën e Kiametit një njeri I cili ka tubu pasuni për pasuninë e vet që ka tubu dhe gjatë përpjekjes për me tubu pasuri as nuk I ka net gati namazit, as nuk I ka net gati dhënies zeqatit, as nuk u kujdes për obligimet e tjera, duke ngom me tubu pasuni për shkak kësaj na ka më hije në xhehenem. Kurse për çudi trashëgimtarët e tij në udhëzue me pasuninë që ia kalon ky, kanë kontribuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë hyrë në xhennet. Këto Allah subhanahu wa taala I shpërbleft që kanë kontribuar, po ky që ka tubu pasuninë shkoi në xhehenem. Pse ka shku ky në xhehenem? Duke u munduar për dikën tjetër jo për vete. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositë që nëse mundeni me I lënë fëmijët e juve të pasur, leni. Nëse keni mundësi me I lënë pasuni trashëgimtarëve, leni sa të muni. Dhe kjo është e sakta, por jo duke shkel mbi ligjin e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo duke tubu këtë pasuni me I lënë namazet e obligimet e tjera për to me hyrë në xhehenem, kurse ata që vinë me hyrë në xhennet për shkak pasunisë tone. Dhe kjo është humbje nëse dikush për shkak të fitimit vet shkon në xhehenem, me fitimin e atij dikush tjetër vjen shkon në xhennet me të. Ose çështja në marrëdhëniet mes njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe përmend kurse çështjet pastaj radhiten gjithë secila nëse është në fushën e vet. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë më e lehtë është për një burr me e dënua me hekur të nxehtë në kokë, me një hekur të nxehtë me shpue nga njëna anën tjetër, se sa me adhon dorën një gruje të cilën nuk e ka të familjes, nuk e ka mahrem. Dhe kjo është edhe e kundërta. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Mos lejoni me u devijue ata të cilët janë devijuar nëse jeni të udhëzuar. Merr keq mos me adhon dorën. Pse të vjen keq për një të pa udhëzuar? Ose të pa udhëzuar për të dyja të vlen e njëjta. Tërhequ për asaj që e ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se duke të ardhur keq për dikon që është I devijum, e çon veten tonë në xhehenem. Duke të ardhur keq për dikon që nuk falet për veti, e çon veten tonë në xhehenem. Duke të ardhur keq për dikon që bën harame, merr keq mos më ul, ata të pi alkool. Merr keq mos më bë ato, ata të bë haram. Keni far shoqënie, keni grupe I punës, ka ajo, të gjitha janë arsyetime me quë veten në xhehenem për ata të cilët janë të devijuar. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Nuk duhet neve më na dëmtue, më na devijua ata të cilët janë të devijuar për vetet e tyre. Nëse ne jemi të udhëzuar, ila Allahi marji'ukum, gjithsesi prej neve duhet me ditë se kthimi jonë është te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur dalim te Allahu subhanahu wa taala, nuk del me të ndihmu, as me të arsyetue asnjëri prej qytetëve për të cilët e ke vënë namazin, për të cilët je ul të venet e haramit, për të cilët e ke vepruar haramin, për të cilët nuk i dhon zeqatin ose të tjera, asnjëri prej tyre nuk del në ditën e Kiametit. Bile kanë ardhur transmetime të tjera të sakta ata të akuzojnë. Sigur që kanë me akuzu Nuhin alayhi salatu wassalam. Në transmetimin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë njerëzit kanë mungu te Allahu, I thonë Allahu nuk na ka thirr Nuhi në fe. Allahu subhanahu wa taala tregon Kur'an se Nuhi ka thirr popullin e vet 950 vjet. Ka ardhur transmetime të tjera, fëmijët kanë moka për prindrit e vet. Pse s'na keni udhëzuar? Pse s'na keni treguar për rëndësinë e namazit? Pse s'na keni treguar për të keqen e haramit? Pse s'na keni nal rrept kur I kemi kundërshtuar fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Atëherë çështja është fillimisht personale, gjithsecili me shpëtuar veten e vet, mos e bën haramin për hatër të kërkuj na hiç. As për hatër të babës as nonës, e le më tjerëve të cilët janë më pak të rëndësishme se ata. As për hatër të kërkuj na hiç. Mos e veproni atë që ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur e ruajmë veten, e kemi drejtën edhe obligimin me rujt edhe familjen. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
O ju besimtar, rune veten e juve dhe familjet e juve prej zjarmit të xhehenemit. E ruan veten, pastaj ki drejt me rujt edhe familjen, ose duhet me rujt edhe familjen e ki detyrë. Prej metodave të rujtjes së familjes është më kujdes që ata ta falin namazin edhe ata të largohen prej asaj që ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos ndodh njëri për neve me udhim fëmia e vet në kohën e namazit, është flet në gjumë, më vjen keq me aprish gjumën, me këta jetë të quhen në xhehenem. Sa me këta kupton se namazi nuk ka shumë i rëndësishëm. Me këta kupton ai se baba për ta menon më mirë që është me flet se sa me fal namazin. Kurse Allahu subhanahu wa taala ka bot lishme në zonën e sabat na më thon as-salatu khairun min an-nawm. Me kundërta, namazi është më i mirë se sa gjumi. Është ngarkesë 5 kohë namazit i dhimbet, nuk është ngarkesë. Është i vogël i ka vesh 7 vjet, nuk është i vogël se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë çtash do të më anis. Është kështu, është ashtu, asnjë arsye. Vetëm çush ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala tregon të kundërtën atyre të cilët kanë me qenë më të lumturit, më të dëshpëruarit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim", më të humburit në ditën e Kiametit janë ata të cilët e kanë humbë veten e vet dhe familjen. Bashk kanë shkuar në xhenem për veti edhe me veti kanë marrë edhe fëmijët e vet. Nga se ka prind që fëmijëve u mësojnë kufrin, edhe i udhëzojnë kufër, edhe i drejtojnë ka gjunohu, edhe ja flasin të mirën për atë që është e keqe. Këto janë njerëzit më të humburit në ditën e Kiametit. E kundërta kuptimit, cilët janë njerëzit më të lumtur në ditën e Kiametit, janë ata të cilët vet edhe familjet e tyre së bashku shkojnë në xhennet. Të janë të lumturit. Nëse më të devijuarit, më të humburit, të argumentuar në Kur'an janë ata të cilët e kanë humbë veten e vet, edhe familjen e vet, më të lumturit janë ata të cilët kanë punuar me shpëtuar veten e vet edhe kanë punuar me shpëtuar familjet e veta. Atëherë nëse kena arrit me drejtuar veten mirë dhe kemi arrit me drejtuar me udhëzuar familjet tona mirë, kemi të drejtë edhe kemi obligim me dal me i thirrë edhe të tjerë. Por mos me bë gabime sikur që e bojnë disa. Familjet i kanë kufër e në shirk, vetë për vetë janë harame dëgjytun, mundohen me i drejtuar meselet e drejtuesve të muslimanëve në përbot. Kjo është gabim. Thënë çështja që Allahu ka thirrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë çështja e parë në veten e tij, pastaj në familjen e tij, pastaj në rrethin e tij të afërm të fisit të tij e pastaj sa ka mundësi të anena. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë për atyre të cilët nuk ndikohen nga ata të cilët janë të devijuar për vete edhe nuk shkelin mbi fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mua bë qefin atyre e me humbë për vete. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzon neve dhe familjet e tona. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.